Atyre që do të nisin këtë, do të hapin siparjen e festivalit, janë nga Franca dhe të gjitha detajet i mësojmë tani. Përshëndetje gjithëve dhe mirë se erdhët në edicionin e 9 të Prishtina International Theatre Festival Burpuqe Berisha. Sonte është nata e parë e Prishtina International Theatre Festival dhe unë pranë vetës kam dy aktorë të shfaqjes së sotme, e cila do të prezantohet nga Franca, shfaqja On the Heart of the Rose. Pranë me kam dy aktorët, Afrodita Morina, e cila njëherë se është shqiptare, e cila është rritur në Francë, dhe Emmanuel Demier. Mas pari, faleminderit shumë për kohën që gjetët. Thank you very much. I'm going to start by asking about the show and the characters you're portraying tonight. A mund të na flisni pak për aktorët, për rolin e juaj, edhe çka keni me thonë sot skenës të teatrit të festivalit tonë sonte. Faleminderit juaj për ftesën sonte në festivalin. Unë e interpretoj domethënë Consuelo de Saint-Exupéry, gruaja e Antoine de Saint-Exupéry, aviatore shumë i mirë njohur në botë edhe autor. Po gruaja e tij nuk ka qenë e njohur, sepse ai ishte tepër famous, edhe kjo ka qenë shumë gjithmonë anesh. Unë jam interesuar për gruajan e tij, e kam lexuar krejt biografin, krejt që ka shkru aja, se e ka shkru krejt memories, edhe historia e dashurisë të dytë, edhe më ka interesuar sepse kam discovered se ishte një gruaja shumë interesant, me shumë talente artistike, sepse ishte skulptore, ishte edhe piktore, ka shkruar, edhe ajo ishte nga Salvadori, domethënë në Amerikë Central, edhe Antoine de Saint-Exupéry ishte francez, aristokrat 100%. Domethënë ka qenë një takim shumë casual, sepse Antoine de Saint-Exupéry ishte në këtë kohë, në 1999, në Argentinë, në Buenos Aires, edhe ajo ka qenë aty në Alliance Française të Buenos Aires, ku janë takuar për herë të parë, edhe janë pëlqy, e kështu që ai ka, domethënë, e ka lënë zemrën e tij për të folur, edhe nëse nuk ka qenë franceze, edhe pse nuk ka qenë aristokratike, e ka marrë edhe janë ardhë bashkë në Francë. Domethënë, kjo dramë ka objektivin për ta qetë në dritë Consuelo, gruaja e Antoine de Saint-Exupéry, edhe për ta sjellë se dashuria nuk ka nacionalitet, nuk ka fe, nuk ka asgjë, vetëm zemra fol. Shfaqje shumë e bukur kjo, vetë se ndoshta e përshkruajte rolin tënd. Can you tell us about Kosovo? Is it your first time performing in Kosovo, and how do you feel? Are you excited about it? Mirdita, I have to speak English, sorry, I just can't speak Albanian. It's a great honor to be here in Kosovo. Unfortunately, I don't have much time because I must go back tomorrow to work in Paris, so I can't stay many days. But yesterday we enjoyed very much the place. We got to Pristina and we saw the little streets and we saw the main places, and it was really great. I heard that people were very accueillants. Oh, how do you say that? Yeah, and we could see it. It was very, very nice, and it's a bit like magic to play in another country. It's like a dream because I didn't expect it, and suddenly Aphrodite
told me, we're going there, and I was like, what? All right. But like Saint-Exupéry, it was like that. He was always traveling, so it's just normal. But it's a great experiment. Emanuelisa po na tregoi që po ndihet shumë mirë për të performuar sot në Kosovë dhe i pëlqen shumë vendi. I'm just explaining to the Kosovo audience, what did you say in English? Yeah. I'm going to ask you about the show from your perspective also. Without giving too much, let's leave it for tonight. Let's let the audience see it tonight, the show. What emotions do you bring into the show, and what do you think the audience will catch from you? I think the emotions in this play are very strong, because they were very strong people and they had very strong lives and very strong dreams. She was a great painter, she was a great artist, he was too, and he had a complicated life with women. So the couple was strong and the couple was fighting a lot, and the play shows very well from the beginning, like dream, daffodils, I don't know how to say that, but the first love at first sight, like it was incredible between them, and then first kiss, and then first problems, and then first fights, and then he was difficult. He was not easy. Their life is complicated, and I think many emotions are in the play. We hope the language won't be a wall to it. Drama, domethënë, është në gjuhë franceze, por subtitles në anglisht, në përkthim, edhe janë disa gjëra interesante, sepse edhe vallëzojnë tango, sepse ajo ishte nga Argentina andej, edhe janë disa vena gati si kinematografi, domethënë është në përgjithësi teatre, po disa venda duket pak si kinema, domethënë. Kështu që keni me pas teatrin, pak kinema, pak vallëzim, domethënë shumë komplete. Lights are very important because they travel in the air, they travel from another country to another country, and there are many places different. They're in New York, they're in Paris, she's in Avignon during the war. So there are many places, and the lights are very important to show. There are 45 different scenes, so it goes fast, and we have to travel a lot. Pas kemi me udhëtu në New York, në Paris, në Prishtinë, kemi me qenë shumë vende brenda në shfaqje. Për në fund, a më na fol pak për rëndësinë që ti mendon që këto festivale internacionale kanë për aktorët në përgjithësi të skenës teatrale? Kjo është një oportunitet shumë e madhe për aktorët në përgjithësi, sepse festivalet kanë këtë objektiv me kriju lidhjen, domethënë ky bashkëpunim me Kosovë edhe me Francë është një fillim, edhe është shumë me rëndësi me vazhdu në të gjitha aspektet të artit, edhe me kriju lidhje, co-production, collaboration, është shumë me rëndësi për të gjithë aktorët edhe të gjitha aspektet e artëve. Shumë është important, edhe falenderoj prap direktorin i festivalit edhe ambasada e Francës në Kosovë, sepse na ka ofru këtë oportunitet, edhe është shembull që mujmë të bashkëpunojmë edhe me aktorët, edhe me artistë kosovar në Francë, edhe na jemi ardhur në Francë, nga Franca në Kosovë, e me vazhdu këtë bashkëpunim, sepse zhvillimi i kulturës në Kosovë është shumë i rëndësishme, edhe ka fillu për morit shumë edhe më shumë. Është një oportunitet fantastike kjo. The shumë bukur, faleminderit që na folën gjuhën shqipe, folën në mënyrë perfekte. Thank you very much for the interview. I can't wait to see the show tonight. Me zës po pres me po shfaqjen teatrale sot. Sonte prej orës 20 në Kolegjin AB do të shfaqet shfaqja nga Franca. Faleminderit shumë dhe shihemi. Sa aktorët sapo na treguan pak për shfaqjen, na treguan për skenën, na treguan për rolet e tyre, për karakterin dhe çka do të na ofrojë sonte shfaqja e Francës.